Për një kohë shumë të shkurtër, ajo u bë femra ikone e filmave shqiptar, jo vetëm për bukurinë e saj, por edhe për thjeshtësinë që e karakterizonte. Po flasin për aktoren Matilda Makoçi. Tashmë aktoria ka vendosur të jetojë tërhequr nga jeta e saj artistike, por ajo që i qëndron gjithmonë pranë është mamaja e saj, Mari, e cila ka qenë gjithmonë në krah të bijës, në momentet e saj më të bukura dhe më të vështira. Edhe pse çdo nën do mbante gjithmonë krahun e të bijës, e pyetur për divorcin e Matildës me Edi Ramën, ajo shprehur se ai ka qenë vendimi i çiftit dhe ajo e ka respektuar, ndërkohë që për ish-dhëndrin e saj, kryeministin Edi Rama, ajo shprehet se ai ka qenë një dhëndër i mirë, ndërkohë që edhe pas ndarjes nga vajza e saj, ai ka qenë gjithmonë një baba i përgjegjshëm për të birin, dhe këtë gjë mamaja e aktores e vlerëson shumë. Po Matilda ka qenë talent i lindur apo ka disa aftësi të trashëguara? Edhe pse pak veta e din, mamaja e Matilda Makoçit, Mari Makoçi, ka qenë folëse në radio televizionin shqiptar. Ajo ka qenë një nga zërat më të veçantë në radio televizionin shqiptar, e cila për shumë vite ka punuar te ky televizion. E me sa duket, Matilda disa gjëra i ka të trashëguara nga mamaja e saj, e cila që në moshë të vogël ka punuar shumë me të bien që të perfeksionohet në rrugën e gjatë artistike. Ato që e njohin nga afër Marie Makoçin shprehen se ajo nuk ka qenë vetëm një nga folëset më të mira në radio televizionin shqiptar, por edhe një ikon bukurie në ato vite, tiparet të cilës i ka trashëguar edhe e bija.